Ti Gjermanisi i bëri një super gol, që është e vërtetë në 18 dhjetor të vitit 1994, jam i sakt. Ndeshja ishte në Gjermani, ishte për kualifikueset e kampionatit evropian të vitit 96, ku po themi Gjermania vinte si kampion e botën në vitin 90 dhe do të shpallej kampion e Evropës në vitin 96. Dhe ti bëri një super gol që ka ngelur në memorien e gjithë ne shqiptarëve, po edhe të gjermanëve kam përshtypjen. Përveç kësaj, gjermanët, ne kemi luajtur shpesh ato vite me Gjermaninë në për kualifikuese. Me qira fjala, si ka mundësi që s'na ka rënë me Gjermania në përshorte këto vitet e fundit. Atëherë na ka rënë shumë shpesh dhe kemi patur paraqitje dinjitoze me Gjermaninë. Na kanë mundur sigurisht sepse kampion bote, kampion Evrope, tash dhe pritshmëritë janë modeste, por loja e Shqipërisë ka qenë shumë dinjitoze dhe rezultati ka qenë gjithmonë me një gol. Një gol fitore për Gjermaninë. Dgjoj, në atë kohë federatat nuk ishin aq të pasura dhe të ardhurat që merrnin nga UEFA ishin po aq të varfra. Krahasim me sot po flas. Sot ka shumë marramëndse sepse edhe futbolli nga ana komerciale është rrit gigantisht. Në këtë aspekt Shqipëria para në çdo shorti lutej, shkote nëpër kisha xhamia dhe lutej që të na bite me Gjermaninë si ishte vendi që pagunte më shumë se çdo vend tjetër, edhe më shumë se Anglia. Pyetje direkte. Ti ke shkuar ndonjëherë nëpër kisha xhamia për këtë punë? Jo, unë jo, po domethënë ato që merreshin pjesë të short, domethënë përfaqësues të federatës tonë. Që të binte me Gjermaninë, që na binte me Gjermaninë. Që të dukesh po themi, si lojtar po thua. Jo, që paguhesh. Që paguheshin po. Merreshin të ardhur më të mirë, domethënë maja me në atë kohë federatat gjermane dhe ZDF-ja për që ishte stacioni kryesor që kishte kontratë paguante 5 milion marka. Federatat italiane e futbollit dhe Rai Uno që kishin drejtën televizive pagushin jo më shumë se 1 milion e gjys. Do të imagjino çfarë flasim për një shifër të konsiderueshme për kohën. Dhe luteshim ne lutesh na bite me Gjermaninë për këtë arsye, për drejtën televizive domethënë. Edhe në fakt binte dhe ra shpesh me Gjermaninë. Na ka ra shpesh me Gjermaninë. Ky ishte fati jonë i mirë, si më thon. Dhe ti bëre një super gol Gjermanisë me paraqitje shumë të mira në pothuajse në të gjitha ndeshjet që ka luajtur përballë Gjermanisë dhe kam përshtypjen që ata të njihnin ty. Se edhe luaj atje në Bundesliga. Dhe besoj që edhe për shtypin gjerman të komentoheshe përpara apo pas ndeshjeve të kombëtares gjermane në atë kohë. Pra ishe si një pikë referencë që ata e dinin që te kjo kombëtarja shqiptar diku ande nga Ballkani, siç thoshte Kajzeri, që se dim ku janë, po është ky që e dim që luan në Bundesliga, është si lojtar referencë po themi. Në fakt në atë kohë isha unë dhe nuk ishin ardhur akoma grupi tjetër i lojtarëve që erdhën mbrapa, Ervin Skela, Altin Lala, Geri Qipi, Ervin Skela, sa po thash, Ervin Fakaj, domethënë Fakaj desha të thoja. E shumë emra të tjerë që erdhën më mbrapa. Fatmir Vata, Rudi Vata, domethënë erdhën shumë emra të tjerë të ekipit ton kombëtar që ishin pjesë e ekipit kombëtar që erdhën me kohë. Plot Durrë ka ardhur. Vetëm Alban Bushi mungoi. E kishte ëndër vite, por nuk erdhi dot. Pra kishte po unë isha i vetmi në atë kohë, në fakt që edhe aktivizohesha në Bundesliga një gjermane dhe edhe mediat në atë kohë më mend domethënë që të gjithë mediat gjermane të unë u referuan para ndeshjes dhe kam dhënë shumë intervista në atë kohë. Pra njifesh sepse ishe pjesë e atij kampionati. Fatmirësisht ndeshja mu jo vetëm me golin që bëra, po më shkoi mirë ditë, bëra një nga ndeshjet më të mira me ekipin tonë kombëtar. Edhe ajo më dha tjetër shtys dhe tjetër si më thon emër në futbollin gjerman edhe për karrierën time vazhdimsi. Edhe mënyra e golit si erdhi, pra nuk ishte një gol i zakonshëm. Megjithëse për mua goli është gol, për kaloj bilifatare ka të njëjtën vlerë, po ai nga mënyra e realizimit ishte një gol shumë i bukur, edhe në distancë me gjujtje, që i dha tjetër vlerë, domethënë. Ne kishim atë ditë atë vërtet pavarësisht se vinim nga kushtet jashtëzakonshme, një pjesë e lojtarëve tanë që sapo ishin transferuar nga Shqipëria, lojtar me emër që vinin nga kampionati jon, pjesë e ekipit kombëtar, kishin ardhur në Gjermani. Ka qenë një për shumë Zamir Shpuza, rrapmet pas se ka vdek, që ishte lojtar fantastik, po fati keq që sapo kishte ardhur atje dhe ishte aktivizohej me ekip
të ligës 5 apo 6 dhe një nga pyetjet që më bëshin mua gazetarët thoshë, "Dgjoj, me lojtar të kategorisë 6 doni të fitoni kundër Gjermanisë ju?" Dhe unë i thash, ato i thash janë për momentin kategorisë 6 se sapo kanë ardhur. Thash duam të ikin nga një vend që nuk ka perspektivë, nuk ka të ardhmë dhe kanë ardhur këtu. Po ato janë lojtarë aktual të ekipit kombëtar dhe do e shihni unë ndryshimin ça do kemi. Dhe faktikisht ndeshja atë ditë pavarësisht Gjermania na kaloi me 2 gola në avantazh, në qytet fillim 10. Arbitri na dha një penallti pa qen kundra, se ne arbitrat në atë kohë në fakt na persekutonin. Unë mendoj që e bëjnë edhe sot. Jo, sot jo. Kanë Sot jo. Domethënë kanë ndryshuar komplet marrëdhëniet sot. Se unë e shoh gjithçka kështu si nacionaliste. Jo, kemi president që është në institucionet më të larta të futbollit evropian. Pjesa e asaj. Dhe kjo bën të tërhiqen dhe arbitrat. Shqipëria në fakt ka dalë edhe nga ajo pjesa e zezë, siç ishte në fillimet tona, se ne ishim domethënë në fillimet tona edhe si vend, po ne jemi zhvilluar edhe si vend, do të themi drejtën. Pjesëmarrja jonë edhe në për Europë, pra ka tjetër qasje. Ekipi kombëtar është kualifikuar 2 herë në Europian dhe gjithë këto ndryshojnë dhe qasja ka si Shqipërisë. Po atëherë arbitrat për ju ishte më vështirë se ishin po ne atëherë sikur luani në 12 lojtarë skuadra kundërshtare, domethënë. Unë përveç një ndeshje që maj mend që arbitri, gjyqtari, ishte një gjyqtar belg, një ndeshje që bëm mbas kundër Gjermanisë në 97-ën që këtu ishte lufta civile, ne na transferuan ato në Granada të Spanjës, që humbëm po 3-2 bile unë atë ndeshje kam humbë dhe i penalti e mora vetë dhe humba. Më priti po këpke. Po. Po, lau hakun e golit domethënë atje. E më duket 2 gola i bëri Ulf Christian mos gaboj i Gjermanisë. Po, dhe ne kemi marrë ditë 3 penalti. Po. E hera parë, domethënë një penalti që unë e humba dhe 2 penalti tjera që i bëri Bledar Kola të 2 gola. Po. Dhe pjesa tjetër gjyqtarët ne na kanë përsekutuar, domethënë në vendimet që merrshin. Se atëherë s'kishte as sistem VAR, nuk ishte as domethënë. Dhe çështja mbi tort, te ana gjyqtarëve flasim që ta mbarojmë këtë çështje, ishte në 2001-shin që mal stava ndeshja me Anglinë. Po, kishte David Beckhamin kundërshtar. Bravo, David Beckhamin, edhe me atë kam histori. Na e trego. Edhe me atë kemi. Na e trego Eltin se unë në vitin është pak banale. Në vitin 2001 banale. Në vitin 2001 kam qenë 2 vjeç, kështu që duhet ma tregosh. Por që ndeshja ishte 2-1, unë shënoj golin e dytë, golin e parë bëra një gol kundër Anglisë 2-1 dhe shënoj dhe golin e dytë kundër Anglisë dhe ishte gol super i rregullt. Dhe arbitri më anullon atë gol. Pse? E qyti pozicioni as loja. Qyti pozicioni as loja, ai është gol domethënë që dukesh edhe nga televizori që nuk ishte lidhje se ka qenë një Gary Neville një bët që e mbate upside gati 5 metra. Po. Do nuk është se ishte shumë afër që ti mund gabosh me sy, domethënë ti s'kishe shans të gaboje me sy. Ca albitra nga Luksemburgu. Dhe domethënë kjo është pjesa fundit që them që sepse ne atë ditë nuk humbshim më se ishte minuta e 93 që unë bëj golin dhe mbaron ndeshja, domethënë s'kishte kom. Pse, Po mbarote ndeshja. Domethënë në momentin që më anullohet më goli, s'kishe mundësi të bëje tjetër gjë. Po nuk kishte, domethënë s'kishte shumë kohë më. Aty doi fitore patjetër. Po ne ishte historike për ne të mirëshim i pik Anglisë. Po. Domethënë unë i bëra 2 gola për 5 minuta Anglisë. Dhe ai një më anulloi. Po. Një nga këto golat. Super ndeshje. Dhe kjo ishte hera fundit, domethënë që mbaj më nund një gjyqtar na masakronte ashtu. Po. Sigur luante me Anglinë. Se na hoqi pikët, si më thon. Dhe pse u zurët me David Beckham? Kjo është ndeshje. Në momentin unë e kam dhe video, ma ka dërguar një gazetar, tash kohët e fundit që luajtëm para me Anglisë, ma dërgoi. Po. Pjesën ku më anullohet goli më. Bëj golin dhe më anullohet një tjetër. Në momentin që më anullohet ky gol, që unë isha i sigurt që ishte goli i rregullt, më shkoi kansori, tu protestu. Tu i thon, no, nuk ishte offside. No offside. Dhe në ato moment vjen kryesori, më tërheq mua nga ansori, domethënë nuk e punë me atë, me më qortu. Po unë nuk është të ofendova. Unë shkova thjesht për të protestu, po qetësisht. Dhe në ato moment vjen kryesori dhe më tërheq. Edhe unë të i shpjeguar kryesorit. I swear, në anglisht, I swear, se nuk e dia që ishin nga Luksemburgu, ato flishin gjermanisht, të dia thuaj gjermanisht. I swear, no offside.
Në ato momente që unë flas me kryesorin, vjet David Beckham, si ishte kapiteni i skuadrës, ky anglez. Dhe më vjen mua dhe më jep një shtytje me krah, domethënë çfarë drejqin e do ti, edhe ma thot dhe në anglisht, what do you want, që proteston këtu. Dhe unë i themi gjë që nuk thohet, fakt. Ja të në shqipte. Jo, ja thosh në anglisht. Po bënte sens më shumë në shqip. Se shqip nuk do të kuptote, ja thosh në anglisht. What I want to your wife. Po mirë, një sekond. Kjo video është akoma. Jo, s'është video kjo, se kjo ishte një bisedë rreth merë. Domethënë video është vetëm momenti kur ti proteston tek. Video është në momenti që unë protestoj. Po, domethënë ti ja the thjesht se ishe i acaruar dhe e shave. Ai s'kishte punë, çfarë lidhje kishte. Unë prezantoj po flisha me arbitrin, do ti për çfarë vjen. Edhe mënyra se si e tha ishte shumë mos përfisë dhe përçmuese. Domethënë ju shqiptar, çfarë drejqen e doni ju shqiptar që proteston. Jemi Anglia ne. Kjo ishte domethënë, do për ne u ktheva ashtu. Ti nuk është e njihje gruan e ti, në kuptimin e njeh shamolla. Pra do thuaj. Se njeh shamolla, atë njeh të gjithë bota. Se njeh. Po me ekstra i thashë. Po pra, edhe kjo. Orego. Jo, doja të kuptoja nëse ishte thjesht e shar nga inati apo e dinte se çfarë po thoshte. Jo, në ato momente kam përshtypjen nga inati sa. Po ai s'kishte lidhje domethënë. Patjetër ishte përçmuese, patjetër, në një kuptim. Po nëse ti ndjesh ofenduar, je natyrshëm edhe kjo reagim e reagoi ndaj provokimit? Tash arbitri ishte aty dhe normalisht çdo arbitër do reagonte dhe do mjipte mua në karton në ato momente, sepse është ofendim, domethënë. Pa i pa sjelljen e këtij. E kuptoj. Okej. Dhe vetëm domethënë na kështu na ndau ne të dy. E gjykoj të drejtë mos bënte ndonjë veprim për karton. Altin, se jo unë nga ty po kuptoj që këto situatat e sharjeve në fushë mes futbollistëve që nga shumë të zakonshme. Është normale. Pra, edhe sharje të rënda e kam fjalën, ëh? Është normale. Në kuptimin që, domethënë, kur e kuptova unë që mund të ndodhte një gjë e tillë, kur ndodhi ajo me Zidanit dhe Materacit. Aty e kuptova unë që shiko këta ushakan edhe rënd, po them. Po kjo ndodh ka rëndo më burr. 80% të rasteve që ndodhen aty, domethënë fushën e lojës, të ofendimeve, sharjeve, provokimeve që bën me njëri tjetrin, nuk i merr vesh njëri. Patjetër, nuk i dëgjon sigurisht. Vetëm po arritet të lexosh buzën. Ja, tani e kanë gjetur ato vend dorën këtu, se ke vënë që vend dorën këtu, domethënë ti s'ia lexon dot as buzën. Edhe po vuni dorën këtu dihet domethënë, po që po ofendoj njëri tjetrin, pa diskutim. Po është e zakonshme në një lojë që ka shpirt edhe ka aty dëgjoj. Ka baston një shprehje e famshme këtu Tiranëse. Futbollista ishin dy vëllezër që lushin kundër njëri tjetrit. Edhe ajo shprehje ngeli edhe sot sa ditë përdoret, domethënë. Ato lushin kundër njëri tjetrit, jetonin me shtëpi dhe ishin me dy skuadra të ndryshme. Edhe kur vite puna ke loja aty i qiçin gjak njëri tjetrit. Domethënë, edhe thot ai, un jam Tiranës thotë, dhe Tiranësit kur luajnë edhe për i cop, fal për shprehjen, duan ta fitojnë. Po. Si duhet njëri për Tiranën, tjetri për Partizanin. Cili është pengu yt më i madh në fushë? Po ajo penalltia që përmendë çfarë që fitove vetë. Apo ka edhe diçka tjetër. Gjatë ke shumë pengje, nuk është vetëm një. Ke shumë se ke shumë situata, domethënë që mund t'i kishe zgjidhur më mirë. Vetëm unë 2 penallti kam unë në karrierën time, kam unë këtë me Gjermaninë, kam unë edhe një me ekipin tim Unterhachingen kundra 860-s derbin në Olympia Stadium. Edhe nga ajo penallti që unë neshën, se mund ta fitonim, domethënë. Të janë pengje që të ngelin. Me Gjermaninë unë fakt e mora vetë penalltin. Edhe më hudhi Bledar Kola një super top. Edhe ka qenë Jürgen Kohler dhe Thomas Berthold, Stefan Reuter, nuk e di diçka, ti ishin mbrojtja shumë të fortë, ato unë i kalovan shpejtësi. Jo Mateusi, jo. Mateusi ishte mes fushë. Ishte mes fushë. Dhe më del portieri, këpkëm del, domethënë, edhe tribloj atë më kap nga koma penallti. Dhe në fakt unë isha i lodh se kisha bërë shumë sprint, isha i lodh edhe lojtari që është i lodh e ka mundësinë për ta humbur shumë më sa ai që është i qetë. Që është penalltia do qetësi këtu, po do qetësi domethënë fizike. Unë isha i ngarkum dhe në fakt
unë pash, thash në qëfë do vitën një nga çunat e tjerë me mërë topin, me gjyt doja leja, sepse e ndjeva. Po nuk erdhi. Po në fakt nuk erdhi asnjë nga këto çunat e tjerë, domethënë, zakonisht vite Bushi se ai kishte qef golin shumë. Ai kishte qef vdisë për gol. Ai domethënë, ai marroti, jepte jetën për gol. Edhe ndodhi që Se erdhi domethënë se ishte edhe i ri, më i ri se sa unë ekipin kombëtar. Edhe unë e mora vet. E kisha edhe besim te vetja, me thënë drejtën. Ai ishte besimi te prum. Masi takoj shumë mrapa Këpkën, në një turne me sallat mëllëve që bëshim ne në dimër, me sallat mëllëve kështu kalçeto. Futsal, po. Futsal, që organizohet kampionati, Federata Gjermane organizohet vet në dimër që është të pritë kampionati, organizohet këtë dhe aty jam taku me këtë, me Andin. Edhe u kapëm, u takuam, domethënë, se ishte djalë fantastik ai. Edhe mu tha, to kishin trajner, kishin Sepp Maier. Sepp Maier më i madh i Portës gjermane, domethënë kampion botë të gjitha. Tha, dëgjoj, e di sa kam nejt, tha, me Seppin, tha, tu të studiu ty, tha, penaltitë e tue që gjuhen kampionat gjerman, tha, dhe unë i gjuhej gjithmonë me krah. Unë penaltin me ekipin tim i gjuhej gjithmonë këne, domethënë krah djatha. Djatha, sepse me të djathën atje shkonte ajo. Domethënë, e kisha për më mbarë, si më thonë, domethënë, e disa kemi studiu, tha, dhe po ta shohësh te video që unë kam që më ka prit penaltinë, ai ka ik shumë përpara ke krahu djathtë. Dhe unë kam mund se dhe po atje e kap. Da, ai e ka kapur. Domethënë ai ka llogaritur shumë mirë. E kishte studiume. S'ka problem se ti ke për super gol Këpkës, kështu që mos e vrit mendjen ta për penaltin. vendosim pak përballë vështirësisë Altinin. Cilën cilson ti eksperiencën që të ka shërbyer më shumë, po edhe të ka shijuar më shumë kombëtarën shqiptare të futbollit apo Bundesligën gjermane? Kombëtarja është ndjenjë, krenari, është shpirt, domethënë, kurse Gjermania është punë. Tash i vlerësoj vetë kush të kënaq më shumë. Janë dy gjëra të ndryshme po thua. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, ekipi kombëtar jep tjera ndjenja, tjera shijime. Pra janë dy gjëra të ndryshme, nuk kanë lidhje. Ajo aty është punë, ti je detyruar je profesionist, do përkushtohesh, aty je për ditë, me ekipin kombëtar je rrallë. Edhe është përfaqësim më shpirtëror ai. Do është më e rënd fanele se sa te klubet.